kemi humbur në Skenderaj, në Drenas, Partia Demokratike e Kosovës shkon zgjedhjet mbrëmshme këtë vit. Dhe nëse shikojmë me kujdes, rezultatin zgjedhor del që në 4 komuna ka qenë humbja më e madhe. Edhe për më keq, në 4 komuna Partia Demokratike e Kosovës qeveris në nivel lokal. Vota më shumë kemi humbur si vot, jo si përqindje, kemi humbur në Skenderaj, në Drenas, në Prizren dhe në Ferizaj. Këto janë 4 komuna që është humbja më e madhe e votës për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne jemi duke bërë gjitha analizat e nevojshme, une e thash, as më shef në mas përgjithësisë, as nuk nxitohna në vendime, as nuk vonohna në vendime, do të kemi analistë mirëfillt dhe do t'i adresojmë sakt shkaktar pse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arrit me mobilizu elektoratin e vetë. Si parti politike, si parti demokratike, neve na presin 2 procese transishme, ekziston veç më një vendim i Këshillit Drejtues që Partia Demokratike e Kosovës shkon zgjedhjet mbrëmshme këtë vit. Dhe ky proces veç ka fillu, dhe ky proces do të vazhdojë dhe do të përfundojë në mënyrë të përgatitur, në mënyrë serioze dhe do të mbyllet ky cikël zgjedhor i mbrëmshëm. Unë sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, që më zgjedh nga kuvendi para disa muajve, sigurisht se jam në mandat plot për 4 vjet, po megjithatë, tu përfshi prej në degve për kuvendin, për Këshillin Drejtues dhe për kryetarin. Do të thonë edhe poshtë sekretari do të jetë një garë hapur dhe do të garojnë ata që mendojnë që duhet me qenë pjesë e garës për kryetar të partisë, që ka të bëjë me liderët tonë dhe liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish presidentin Thaçi, kryetarin Veseli, kryetarin Krasniqi, Rexhen, përndryshe kish me qenë vështirë me thonë drejtësi kësajna. Nuk ka asnjë arsye tjetër që vendimi mos jetë lirues dhe kthimi i tyre në familjet e tyre në Kosovë, po dhe për Partinë Demokratike të Kosovës do të jetë një ndryshim shumë i madh.